I mallkuar. Gohan! Piccolo mund. Piccolo bëri gabim që u nis ta sulmoj vetëm superi. Asnjëri prej nesh nuk ka arritur ta mund superin në 2 luftim. Piccolo nuk është fillestar dhe duhet ta kishte mësuar këtë tani. Çfarë po thua ti shin? Ti je shinan. Çfarë ke ndërmend të bësh? Mos do të nxitohesh më kot si Piccolo? Nuk është në karakterin tim të qëndroj duar kryq e të pres vdekjen si i paaft për të luftuar. Përsërim ato teoritë tua për dinjitetin e luftatarit. Po, edhe pse e di se është e kot, unë përsëri do ta provoj të njëjtën gjë. Krulin miku im, po e le Trunksi në dorën tënde. Edhe ti ke ndërmend të shkosh Jança? Nisemi, shkojmë. Edhe kjo na duhe. Kësaj thon vetë vrasje. Androidi 18. Jam shumë i kënaqur që të pash përsëri. Jam të mirë. Ja ku nisën. Këta torollak nuk do të bëjnë asgjë për ta ndihmuar. Merë frym thell, Gohan. Çfarë do që të bësh? Nuk ka kur farë vlere. Do të help kur nuk e me një goditje. Bomba kai! Jança, Tjençehan, Xhaxha Krulin! Gohan, tani qetësohu, mund ta fitosh këtë betejë. Rezisto, bir. Po, papi! Je në një tuf insektesh pa vlerë! Të dallejnë dhe brojnë pa u menduar. Kemi lumtur t'ua bëj qefi. Xhaxha Piccolo! Gohan, nuk do të lejoj të vdesësh në duart e atij superit pa shpirt. Ishe i vetmi që më trajtove si një qenie njerëzore. Këtë unë nuk do të harroj asnjëherë. Po unë, çfarë po bëj këtu një herë? Nuk qen ka dhaq keq të vdesësh si një hero për të mbrojtur tokën. Do të kisha vdekur kohë më parë, nëse do të ishte e nevojshme. Por Goku dhe Gohani më kanë ndaluar. Gjithmonë kanë qenë në krahun tim për të më mbrojtur. Sa shumë do të doja të isha si u të dy. Baba e bir luftëtar. Të dy së bashku gjithmonë. Unë jam bërë luftëtar vetëm për shkak të Gokut. Edhe arsyeja pse jam ende gjallë është gjithashtu për shkak të Gokut. E pash Gokun të vdiste me sytë e mi vetëm pak qaste më parë. Edhe nëse unë mbas jetën në këtë ndeshje, nuk do të lejoj që djali i tij të vdes para me. Goku, biri i të është i mrekullueshëm. Ai madje është dhe më i mirë se ty.